Në fakt, arsyeja pse po bëj këtë video është sepse mjafton të shikoni tek faqja ime si në Instagram si edhe page, tek kjo video ka marrë 421 komente. Dhe nga 421 komente, shumica janë negative. Kush je ti, pse bën ti, çfarë bën ti, o pronar e 700 laf ofendime që do të shikoni të poshtë gjitha ato sharjet, por ajo që më bëri përshtypje ishte një person me emrin Leo, që e keni këtu Leo. Dhe Leo thotë që 95% të personave që punojnë në hotel nuk e kanë idenë çfarë është pastrimi. Sepse ai person, po ta shikoni pra Leo, është i trajnuar në këtë fushë 21 vite dhe thotë që në 21 vite është diplomuar të kjo punë se si të jetë profesionist dhe si të paguhet mirë dhe si të ketë atë standardet e dur. Pra është i vetmi që kupton se çfarë do thotë të trajnohesh në hotele. Kështu që mos komentoni njerëz kot në kot, sepse mjafton që të shikosh edhe emrin tim në Google dhe ju del shumë thjesht, unë vetëm merrem me trajnime në hotele për të zhvilluar dhe jo për të nxjerrë keq njerëzit. Por për fat keq jeni ju ata që se kuptoni dhe ju duket sikur ky person është pronar hoteli. Ju kam thënë prap, nuk jam pronar hoteli, jam Rigers Rusi që merrem nga Alp Academy që bëj kurse në hoteleri turizëm. Më vjen mirë edhe dje emisioni dietshëm të opinion të Bledi që tha shumë mirë që turizmi jon nuk është gati nga ana mikpritja në investime po nga ana shërbimit zero. Edhe po shikoni edhe atë dje emisioni, pra u fol shumë qartë që shërbimi nuk japin shumë rëndësi shërbimit, që të trajnohen sa më shumë njerëz që të kenë dhe pak sa më të lartë. Kështu që kujdes, dhe një herë, bravo Leos që e kupton dhe mos komentoni kot në kot se dilin keq ju. Unë i kam shumë qartë çfarë bëj. Nuk nxjerr asnjë keq, janë njerëz profesionistë që janë trajnuar dhe kanë kuptuar se çfarë është hoteli. Nëse do të jesh në këtë kategori që të komentosh tjerë se çfarë bëjnë, vazhdo se je rrugën e dur, por nuk je as vend. Nëse do të jesh profesionist, janë ata njerëz që pak e kuptojnë, po janë ata njerëz që paguhen sot. Kështu që paçi fat.